Në qytetin e Kukësit, Emiriana Nika i është përkushtuar prej 2 vitesh një zanati të veçantë. Ajo krijon tufa me lule prej sateni që ndryshe nga lulet natyrale nuk vyshken kurrë. E certifikuar nga dhoma kombëtare e zejtarisë, Emiriana ka arritur që pasionin e saj ta kthejë në një aktivitet që po tërheqë ditënje më shumë interes nga blerësit. Kam që 2 vite që mirë me lule, me punime tjera të shajakut, me qëndisje, me makinë. Tash kam fillu kohët e fundit edhe me krijimin e luleve. Si të lindi ideja me krijimin e luleve, po e kapin këtu të një? Ideja, duke pa në për rrjetet sociale që kishte interes, edhe unë ideja saktësisht, po nuk e dija se sa treg do kishim në vendin tonë. Shoh që ka kërkesa dhe e vlerësojnë sadopak. Sot Emiriana tregon se kërkesat për tufat e saj të luleve janë në rritje. Megjithatë, sipas saj, çmimi shpesh nuk e pasqyron plotësisht të mundin dhe kohën që kërkon puna e imtësishme me dorë. Veç krijimi i trëndafilit do të thonë 2 deri në 3 ditë. Për mi bën gjitha trëndafilat, mbas është paketimi, edhe ka edhe kostot, shëritave, nuk shitet aq sa e meriton mundi dhe kostoja. Shumica e tufave realizohen sipas porosive të klientëve, të cilët krijojnë modele të personalizuar për raste të veçanta si dhurata apo evente familjare. Por Emiriana krijon edhe sipas imagjinatës së saj, duke sjellë kombinime të ndryshme ngjyrash dhe formash. Me materialin saten, prej shëriti, simas dëshirave ose i krijoj vetë edhe duke u bazu ti pa dikon edhe lind ideja edhe me e bon personalizume si që du në vetë. Fal përvojës së fituar dhe kurseve të ndjekura ndër vite, Emiriana ka arritur të ndërtojë një biznes modest me prodhime artizanale. Ajo është gjithashtu pjesë e grupit të grave artizanale kuksiane, një nismë që synon ruajtjen dhe promovimin e traditave të punimeve me dorë.